E atëherë unë në shkollën e mesme kom kry me patika kineze në komasfarin për ndalë dhe Shangajka. Sot martesat bëhen, ose ditë që ke bën derë që tu njëftuhen, të qaj tjetëri kalujnë do ditë, të qaj tjetëri ndahet. Paca, më më kallëzun fillim për jetën kur je koti fëmijë. Qysh e keni bo jetën? Jetën kur jem kon fëmijë, me fukarallah kemi konë, po jemi konë të barabartë. Nuk ka pas njënë një shkallë ma nalë, tjetëri ma poshtë, po jemi konë si të barabartë. Kështu që një pas ble një shok, një par patika i tromat mira, nështë a javën tjetëri kom ble edhe une. Kështu që fukarallah kjo konë nivel, respekti konë shumë maj madhë, dashnia konë shumë maj madhe, po tash ti ku ja kanë qitë të rezin që ta të rritë nuk e di. Unë është muj me marrë me menë këtë. Pse ka posë dashni ma shumë atëherë? Një knasht ma shumë e vëse kushtë? Po jemi knasht brezotni që të shpia s'kemi pas probleme. Nuk kemi pas probleme. Për në punë, kom fillu në punë me punue, pe këtu që shkojshë në vend punë atje, me lujt sha, me lujt letra, me lujt me shësni. Ka herë futbolle, ka herë volejbolle. Ta që s'keni pas kushte as për shkollim? Kushte për shkollim dikush i ka pas, dikush jo. Po qaj që i ka pas, ka mësu ma pak. Qaj që s'ka pas kushte, ka mësu ma shumë, po s'ka mujt me arrit. A të kujtohet për shembull qysh i mërëshin nështë librat, çantet? Librat i mërshëm i kemi pas 4 libra, 5 ma shumë s'ke pas. Gjuhë Shqipe një, matematikës nuk kem pas, njohuri natyra të theshin, histori, edhe dikur kanë dalë të debatit. Kështu që dikush e ka dalë ma let, dikush pak me vështërsi, qaj që ka pas thmi ma shumë shkolla e pak ma vështërsi ka pas. Ndryshon mi ble një par libra, ndryshon 4-5 par. Po kryesorja, konë qka konë ma e mira, konë respekti ndaj arsimtarit, respekti ndaj bujkut, jenë konë ato respekti. E sot a respektohet mësuesi që ashtu një jetë? Jo kur. Nuk di çfarë respekti kanë, po flas tash për shkollë mesme, për shtu nuk po flas, po për shkollë mesme kur arsimtari pin cigare me nxoncin, shahet me nxoncin, to nuk e di. Unë tek tërti që 3 vjet i kum pas do profesora që më kanë dhënë shkollë mesme, tash edhe një 200 vetë. Kur unë nuk mujt mi taku ata nësë mi përshëndet. Me gjithë ata më kanë harru mu, se që 45 vjetë, kanë harru, po unë nuk mujt me kalu pa i përshëndet. Hala e ki atë respektin për të? Kur nuk mujt. Doket që po më këshyrin krejt, pse nuk po i flet t'i njëri. Kështu që Si fëmija, atë kujtot që e kale shikohen? Si fëmija po të kalëzoj, e kale shikohen, te në gjysë ditës në mësim, mas gjysë ditë e vishëm i lëshëshëm gjanë, u bashkojshëm me qoban tjerë. E qeni knasht në shpesh? Po, vallaj, gjithë shka, apo do të tëpë këna lujtë, apo do lujshëm me do liqka, me do shka. E gjithë ditën e gatë lujshmi, edhe asë një nuk bëj ke fjallë në veti. Tash... E sot ashtë që ashtu një... Jo, qëfar. Fëmija që shkodhine? Jo, fëmija më rritë, fëmija i kam 4 fëmijë djallit, po kam atyne halan të lakt nuk ka prek. E atëherë unë në shkollën e mesme kom kry me patika kineze në komasfarin për ndalë dhe Shangajka. Patika kineze, me që ato kom kry
shkollën, dimën e verë. Se nuk kemi pas, jemi konë teta, mama jemi konë në shkollë krejt, s'ke pas mundësi mi bletonve. Si fëmija e të ishi shumë antarë me një shpia, të kujtuar? E na, me migjen e mi konë, se me tjerë të gjellarë ma herët i mi da, ti nuk di se më ka fëmijë, dhe që i mi konë 17 antarë kur i mi da, po, veç migja ka punu, tjerë na tonë kina hanë në kretinë. Që shu bëjke jeta që është në bashkallak? Jetën bashkallak ka pas vend që keni knasësi me shku. Ka pas ndo venda pak ma me shurme me jo bashkë. E që tu si fshat, unë fshat i pa probleme. Pa probleme. U ishin dhe fjallë ka pak të shkolla, po pa të marrë një farë vendimi që qka të bëha që atje të shqitoret të shkolla, mos me marrë mërzi ka tuni si ka tuni. Një regullu ato, nuk është... E sot po ma shumë nga të rejca, ma shumë probleme. Nuk ka asët, asët nuk ka, si që kështë fshati joni që tu, që asë në sistem s'kemi pas organizat lidhës komunizve nuk kemi pas në fshat. Dhe më thonë që së në kontë intereson për atë sistem, absolut. Me gjithse, në punë një në konë, thuje, ka një për shpi, një në dikun edhe dy. Veç shumica, një në konë ka një. Ta që pe i shpisë ju ko vesh një antarë në punë, a e respektoj shetë atër të zotin në shpisë? S'kemi pas qarë, burë. Me respektu, nësë me respektu kërse të këda jaki. Po me bon një gabim me bon dikon jashtë katonit anë mala, nara, me bon, e me të thonë dikush i thu për me ardhë të shpia me kalzu, të thonë këtë të shpia 2-3. Po. E sot, a respektuat që ashtu i Po jo, sot jo, sot valla i mja ngre vesh, i mja ngre një thmije tjetë nderë. Po, sepse ka vi mu kalzu mu. Jo, ashtu. Po, ka ndryshu kona? Ka ndryshu, senet. Ka ndryshu, ndë vija ka ndryshu për të mirë, ndë vija për të keqë. Për të keqë? Për të keqë. Mos respektimi i prindit, i kujshisë, katastrofë. Për para nështë ta i mbolla martesat pak më ndryshe se sot shkollë. Martesat i mbolla me mësit, nisë ndikore dhe ka pak po hikin po. Po, jo, pa probleme. Pa probleme. Une jam dhe unë në rritërënicës, no? Po, me mësit. A i nko ma të mira se të martesat së shtë? Kanë të regu sukses ma shumë. Atëherë, për munda me lëshu një gru, apo në këgjep. Se nëse lëshohet gruja pa faj, i ta ka një martes. Ka prit e bimja? Po. Dhe sa ju ka logaritë edhe sa ka punu këtu, ju ka citë dhe mimi. Ose me anë gjygjit me pashku, edhe gjygjit e kish logaritë se të ditë, që ka punu. Mirë po, i në konë matralla, i në konë damjet, i në konë shumë matralla. Që të ka të në tonin, dy raste i ti. Një që një bi nga ka lëshu, një që ka lëshu. Kështu që... Atër nduket ka një gati krejt katuni kërë boni një ndopi? Normal, ka një katuni. Nëse ka pas që në të vu, që më kanë ndodhë, vor që shtu më kanë ndodhë.
kanë qyrë me zjetë zgjidhje. E cilat janë ka arsyet pse ndohet herë për shembull? Është ai ma të fortë ose se? Arsye qëre. Për çka kom nipi i plezhve, për 3 gjona u lëshu gruja. Hajnin, kur nin, edhe respektit ndaj familjes. Për që ato 3 u lëshu. Edhe nuk kanë mujt me denutën që ato që i ka lëshu. S'kanë mujt me denutën. Po kanë shumë rastet ralla e në konde ato, shumë atë që ngishta ke mujt me nxjerë. Dhe sot që shpokohen martesat? Sot martesat bëhen, ose ditë që ke bën derë që tu njëftuhen, të qaj tjetëri kalujnë do ditë, të qaj tjetëri ndahet. Të i treti nuk shkuj ma largë. Është, nuk me di. Una ligjore, për të mëse nuk kom pas rast me të nuk e di që shkojnë, që llogaritën. E qka e di që edhe me anë të ligjit, nëse shohet një gru pa faj, asaj takon të më shpërblimi. Po shqyqyrë Zotit s'kemi pas rast. Ma herët në shtallë si ndo puna e rrethit e familjes. Po si ndo puna e rrethit se është në zonë për shembull unë babën e shoqes e kum pas mik të mikit. E kum pas qikën e hallës, e kum pas për vllatë grus. E pak hatri asaj, gruja nështë në ka respektuar. Edhe aja mesa, hatri i neve të ne ka respektuar ata që shtu. Puna e lidhë, Kosova vogël bu. Vogël. Po shqyqyrë Zotit, halal nuk kemë zatet, në si njerës, se një 5-16 vene në konë sit. Jem konë, po konë këqyri këmë i këmë barazu pak si afer. Si ja këmë mathi qizme Japon, po ja këmë bo 2 qizme, ja 2 Japon. I ke përshtot pak. Po, Pa e ndot knash? po vallaj asnjës nuk ka pas ankesa. Vallaj tash problem ma shtirën për qika, tash se problem. Katastrofë. Tash është puna, vjen puna, njoftohen, fejohen, vjene, merë, del, ta lëshan që të të dyrët, dhe thot mo me ty s'kam kur gja. Që sa isha me bu. Ku mi gjetë dherë asaj. Po inshallah Zoti na drejton. Thas për shumë për ditë që po ikin rinia pe vend. Po. Apo të pengon kur pe fshesh? Jo që po më pengon, po infrakt. Infrakt më mundu. Se 17 antar i kam me që të gruje met. Që tash e kom qitë një djallit, pa i ban 17 vjetë. Apo të vjezër? Që për vjezër, po i vallahi bilaj s'pedi që shem kom. Po, është puna që masëvisht rinja ato ikë. Nuk po sheh kur farë perspektive s'po sheh. Na luftën e përjetum dhe një gjenerat e përjetum luftën. Një unë edhe e fitum luftën. Po, e hokëm poqe. Për para kum punu në Hekurudh që tu, i kemi pas 30 dinar. I kemi pas me navgjet që atu për punë të kusurit. Ja këtu i kusurit bileta. Që aton natën e ditën e mas dite,
është desht aje që aty me konë që të 30 dinar. Bajnë është e kështë hargjit edhe në kom lekë unë është në pare. Po e kom bo menë që për që ato 30 dinar më jekin për i punë. Edhe nuk e kom hargjita si kom prek, aty në konë gjithmonë. Kështu që Edhe ju keni lakmu, po jeni përmbajt në shtatë. përmbajt, jo po s'ke pas qare përmbajt është. Se e ke pas një kryor lin aty. A ka punë edhe këto me punu rinë? Vallahi punë, po lakmojnë për këta fill me të madhe po lakmojnë. Se gjinën do punë sa, tash nuk është punë një ditë puna e 5 ditë hajtë, sa punë e ja. Po me punu rregullisht, i merë 500-600 euro, a merë menja për hesab të emin, ku hinë 500-600 euro, që aty nuk punët me thonë fukarallak. E ku ka fukarallak, kur i ka 5-6 fëmijë, 3 në shkollë, 4 në shkollë, e i merë 100 euro si ndim, që aty po. Apo naj mesazh që ju kështë do për të thonë të rive? Mesazh të rive ju kësha dhonë dhe ju kësha thonë që me buk kalamojt kemi jetu pa rruga hiq, kemi jetu për me smilëshu qitëve. Ta është qaj që dënë mundet më gjithë edhe këtu. Në gjithë është numër i vogël është që nuk o të mujtë më gjithë, që jasë se ka kërkon që mundet me një muë për jashtë, përse po, për me një muë dhe këtu me artë të një vend punë, nuk për ka kërkon. Që unë për veti, e kom pas djallin e munu me nalë djallin e dytë, me nejtë me munë, nuk kom ka nejtë, ju thesha merë në punë që tu që unë po hjekna, se theshin konflikt interesi, e konflikt dallaverësh. Jo konflikt interesi, se as që thesha merë ma bon ma drejtar, as menaxher, po i thesha merë ma një punëtor krahu, të bon një kashore buk për fëmijët vetë. Edhe mashkullët e trup u dohë me shkolla. Fëmija hypshin. Kështu që për e një kisha thonë mos me lëshu, se veç pjellëshujmë të hujtë pjellëshujmë. Tu, s'kthehet mo. As qaj që shkon, po as fëmija i ti nuk kthehet mo. Kur mo Kosova shprazën. Pjesë nuk lindin. Edhe shkon një ditë zërë.